Mendësia që ne si shoqëri e kemi kriju. Jemi mësu zakonisht gjitha gjërat mi morë gatshëm. Prindrit më kujdes për neve, prindrit me na mothë, prindrit me na bo ushqimin, me na ndreq venin. Do më thonë si shoqëri jemi mësu rezultatet e shpejta mi arrit. Kështu që nuk ndodh veç në fitness, ndodh kjo edhe në punë. Dikush shkon punën 2-3 muaj dhe lem punën shkoku që nuk ka përfitu mjaftueshëm. E njëjta është në fitness. Po besoj të na si shoqëri që shëtash duke u bazu ku lind problemit të pikrisht e familja ka qenë gjithmonë kështu. Në më thonë, ndërsa në shtetet tjera, unë një më shteta Slovene di që funksionojnë Evropian të shoh që kjo problem nuk është ekzistus. Në më thonë, atje fëmijët në përgjësion ma të pavarur. Si arrin ti që ti përqëndrosh ata në detyra që kërkojnë kohë, brenda ditës disa orë për shembull ose me muaj për pas rezultate, me vite? Unë mendoj që nuk mund është mja ndryshu mentalitetin dikuj, ose vjen një interesum, mjaftueshëm, ose vjen një pa interesum. Është e pa mundshme me ndiku pavarësisht që kuptohet ndikon ajo rëndësia kur ja spjegon so e rëndësishme është aktiviteti fizik, so ndikon në shëndet, këtu mundën me nxoll interesimin e tij. Do më thonë, kjo mundet me vendosat fokusin tek fitnessit, sepse ai fokusin veç e ka dikun tjetër. Do më thonë, nuk është problemi që nuk e kam përqëndrimin dhe fokusin. Problemi është që duhet mi motivu ata, më orientu në sfera që janë dobishme për ta. Sa i bëjnë me disiplinë detyrat brenda aty? Sa përqëndrohen tek detyrat? Pikrisht, prapë këtu është ajo so janë të interesum. Momentin që dikush është shumë i interesum, ajo dhe i ndjek ato rregullat. Nuk është diçka këtu është... A ka ma shumë kësaj natyra, apo të asaj tjetër? Jo, natyra na e dim, për shembull, fitnessi sot në ditën e sotme, se unë kam edhe personalisht kom fitness dhe e shoh që çmimin duhet me lënë ekstrem lirë, për shembull 20 euro në muaj që i bie dikon 77 cent, për shembull brenda ditës, so mi motivu me ardha ata. Do me thonë,